Ndëruar vëllezër, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me takimet tona përjavshme ditën e diele pas namazit të drekës dhe sikurse deni kemi filluar një seri të re, realisht jemi duke shfletuar disa hadithe të rëndësishme të Profetit alayhi salatu wassalam. Krejt hadithet janë të rëndësishme dhe me shumë dobi, ndëruar vëllezër, por s'ka dyshim se disa për tyre përmbajnë përmbajtje ose mesazhe të mëdha ose më të mëdha se të tjera ndoshta. E këto hadithe që ne kemi filluar me i shfletu janë përmbledhur ose janë të përmbledhur në një libër të quajtur si 40 hadithet e Imam Nawawiut. Pra Imam Nawawiu dietari i shquar I ka përmbledh 40 hadithe dhe pastaj janë komentuar dhe shtunë njerëzit me këtë emër. 40 hadithet e Imam Nawawiut rahimahullahu ta'ala, realisht janë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mirë po I ka përmbledh në këtë libër I madhi muslimanëve Imam Nawawiu rahmatullahi alayhi. Dhe këto hadithe shërbëzë po janë më të veçanta për nga përmbajtja. Andaj dietarët kanë kushtuar një rëndësi të madhe jashtëzakonisht edhe mësimit të përmendshëm, pra është prej librave bazike që studentët e dijes, hoxhallarët, e mirëfill pro I mësojnë përmendshëm. Studentët në botën arabe sidomos, por jo vetëm në ditët e para të kërkimit të dijes, në farforme kanë për obligim mi mësu këto 40 hadithe përmendshme, sepse hynë shumë punë hoxhallarëve, respektivisht besimtarëve. Por janë argumentet bazë për shumë çështje. Andaj dhe kanë porositë studentat dijes, por jo vetëm që mi mësu përmendshme, por mi ditë përmendshme, sepse janë shumë të rëndësishme. Madje në Medinë për shembull, janë disa profesorë të nderuar hoxhallarë të mëdhenj që I kanë disa ligjërata në xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ato ka edhe hoxhallarë, studentë, po ka edhe njerëz të thjeshtë, cilët nga korreshta kanë dëshirë me mësu për fe. Dhe shkojnë disa për tyre mësojnë Kur'an përmendshëm, e disa të tjerë mësojnë edhe hadithe përmendshëm, e disa pastaj mësojnë edhe rregulla përmendshëm. E prej haditheve që mësohen, pra shumë mësohen përmendshëm, janë pikërisht këto 40 hadithe. Andaj është mirë këtë praktik është edhe tek ne mirë, por është me mos shumë të vogël, po me bosi praktik që fëmijëve të rive më mësu përmendshëm, madje ne mund të mësu përmendshëm ato që janë në gjuhën arabe, që mësojnë Kur'anin, por më mësu edhe hadithe, sepse tash kanë porosi jashtëzakonisht të madhe. Ne kemi filluar hadithin e dytë, dhe kjo është ligjërata e tretë e hadithit të dytë, cilin e transmeton përcjell nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Omeri përcjell është transmetues edhe I hadithit sikurse edhe hadithet të parë, I cili flet për mjetin. Dhe Omeri ka përshkruar bukur ngjarjen e këtij hadithi. Pra ky hadith ka një ngjarje jashtëzakonisht interesante. Dhe njihet si hadithi Xhibrilit, subhanallahu. Njihet si hadithi Xhibrilit sepse Xhibrili është personi kryesor që I bën ato pyetjet para Profetit sallallahu në xhaminë e tij, I personifikuar sikurse një njeri I zakonshëm. Një si hadithi Xhibrilit dhe pyetja e parë që ja bëni, Omeri ka përshkruar bukur të kemi qenë në mezhlis me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, por një mezhlis të tilla ku pejgamberi ka shpjeguar fen, sahabët kanë pyetur kështu më radh. Thotë edhe një njeri, por I kthehem sepse kemi një shkputje të dersë për ose 3 javë ose 4 javë në Harran ose më ligjërat, erdhi një person I panjohur me flok të zeza, me mjekër të zeze, me rroba të bardha, jashtëzakonisht të bardha, nuk vrejhej që ka gjurmë udhëtimi,
dhe nuk e njehte askush prej neve. Ju ul profeti alayhis salam përpara dhe ja vendosi ose i vendosi dy duart e tij mbi gjunjët e tij dhe ja bani disa pyetje. I tha akhbirni anil islam. Tregom mua çka është Islami dhe kena folur një temë një ligjërat për këtë pjesë. Pyetjen e dytë që ja bëri akhbirni anil iman. Më tregom mua se çka është imani. Edhe për to kena folur ligjëratën e fundit. Pastaj pyetjen e tretë, dhe sa që ja bënte pyetjen e dëgjonte me vëmendje. E kur profeti alayhis salam e mbaronte përgjigjen, i thoshte sadaqte, të vërtetën e ke thonë. Edhe kjo ishte e çuditshme për sahabët. Subhanallah. Ky edhe po bën pyetje edhe po i thotë mirë e ki. Kjo është pak interesante. Por edhe është interesant pamja e tij në aspektin se jabanxhi s'pe njohum, po duket që është udhëtar, sepse jabanxhi mirë, po shaj atë udhëtimi s'ka. Dhe po i pas pyetje i thotë të vërtetën e the, mirë e ki çashtu është, ishte e çuditshme. Pyetja e do të që e bani ishte akhbirni anil ihsan, më tregon mua se çka është ihsani. Na tregon për ihsanin. Ihsan do të thotë besimtar është gjuhën tonë për përthejnë si mirësi. Mirësi në aspektin gjuhësor, po në aspektin terminologjik, don të thotë kryrja ose përsosja e veprës. Me kry veprën mënyrën më të mirë të mundshme. Ibadetin, namazin, agjerimin, haxhin, zakatin, sadaken, me respektu prind, me respektu këshin, jo veç mja bëhet detin, po ihsan do më thonë mënyrën më të mundshme. Pra kanë thonë dietarët jo vetëm me kry atë pjesën obligative që e ki. Dikush jep me humor babës vetë një pjot thët pe i bëj mirë, për të të obligim e kimi adhonë. E mirë është për te i kësaj, aja është e mirë, nuk ka dëshim që është e mirë, por është për te i kësaj. Pra ka thonë për te i asaj që ka është obligative. Jo vetëm me falë, po me falë me përkushtime, me falë me për ullje, me falë me zemër, me falë me shpirtë, me falë me gjymtyre, me krejt trupin e me krejt shpirtin me folë, ose me kry haxhin e kështë me radhë. Pra kjo është dashur vëllezër ihsani. Andaj, prej definicionit kuptojmë se ihsani është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Dhe, ka thonë dietarët, është edhe niveli tretë i dinit tonë. E para, Islami, e dyta, imani e treta, ihsani. Pra ka një dashur ka disa që janë musliman dhe shumica janë musliman. Por ka prej tyre që janë, Allah i ka thonë disa prej, i ka thonë ju, hala s'keni besu, ju jeni ba musliman, po tamam imanin ju prejkë në zemër që më ndiku pastaj në veprat e juaja, hala s'ka arrit. Ka pra musliman cilët i kryjnë detyrat, por halo kanë imanin e dopt. Dhe ndoshta imanin nuk e reflekton shumë në sjelljen e tyre. Dhe niveli i tretë ndërruar vëllezër është ihsani, pra kjo është më e larta. E qysh e përkufizoi profeti sallallahu alaihi wasallam ihsanin, çka tha për ihsanin? Kur i tham trego se çka është ihsani, tha el ihsan dhe kjo është përkufizimi më i mirë për këtë kategori ose për këtë nivel të fesë dashur vëllezër besimtar. Dhe tash në bazë të përkufizimit edhe kuptojmë rëndësinë, po edhe muna me pas a kemi kaluar ne ende në ihsan apo jo. Apo jena hala që ato musliman të rëndomt që i kryjmë detyrat, por jo në atë nivelin e kënaqshëm që Allahu don. Dhe janë tash vëllezër çka ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ka thonë, kur i tha Xhebrili më tregon se çka është ihsani, tha el ihsanu an ta'budu Allaha ka'annaka tarah. Subhanallah. Tha me adhuru Allahun sikur se me pa përpara. Vërtet ta se çfarë ibadeti kishim me bën nëse e shohim Allahun subhanahu wa ta'ala. Qysh kishe më falë, qysh kishe me kry haxhin, qysh kishe me lexu Kur'an,
qysh kishe me dhonë, qysh kishe më rujt prej gjunave, dhe kjo është ibadet. Fe illem të kun të ra, dhe ta është ke pak është, kjo është jashtëzakonisht e ladhët. Por ato s'mund arrin vetëm se një pjesë shumë e vogël është e besimtarëve. Është një nivel pak më i ulët. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. E nëse s'mundesh me pa dhe asnjë prej njerëzve s'mundet me pa Allah azza wa jall në këtë dynjë s'ka mundësi. Musa alayhis salam kur i kërkoi Allah azza wa jall, kur shkoi në takim me Allah subhanahu wa taala, keni në Kur'an ku i ka folë Allahu direkt, o kellem Allahu Musa teklima, Allahu i ka folë Musës me fjallë. Dhe kur i kanë dëgju ato fjallat, mesazhat e ka dhënë o Zot, po kam qenë me të potash, që shtu është insane, subhanallah. Imani, dashnia e madhe, përmallimi i madh, mallëngjimi i madh, ka di që nësa si vjen mundësia, ma me donë në qësi takimi me Allah subhanahu wa ta'ala. O Zot, po kam qenë me të po. Ka dhe mlen të rani, s'ke mundësi. S'ka mundësi. Sepse Allahu e ka bo aperdën mes ti dhe krijesave të ti, dritën. Dhe largimi i kësoj drite, hijabu nur, atëherë njerëz s'mujnë me përballu. Jo që Allah zë nuk dënë ne mos me po, por s'mundemi me përballu. Andaj ka Musës, o Musë, s'mundesh me po, po këqyre qatë kodër, që t'je veç pak e ka largu perdën dhe e kodër, dhe Musa ka rani ka ratë fekt. Por njëri nuk mundet me po Allah në zërin të dynja, por do të shohim besimtarët kur? Ditën e gjykimit. Madje do t'jetë shpërblimi ose shpërblimi kryesor, më i madhi që besimtarët kanë me përjetu. Kënaqësia më e madhe që kanë me përjetu besimtarët në xhenet është shishimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Njëri kur e shishon ai krijes diçka që Allahu e ka kriju të bukur, kënaqet, s'u ja don syt. Di nëj natyrë, ka herë dhe nëj fëmijë i bukur që Allahu e ka kriju. Edhe ajo është i mund, prap ajo krijes me gjithë ato, nuk është e përkryer, po tash llogarit në kur në shiqu krijuesin e qësoj krijese, ose shtyri krijesa madhështore. Dhe do shpëtër, ka dhe Allahu azza wa jall, për ata që kanë punu mirë, e kanë shpërblimin e mirë, wa ziyade, husna wa ziyade, kanë shpërblimin e mirë edhe diçka ekstra. Ka mund të thonë që kjo ekstra që është përmend në ajet, o ziyada është për qëllim me po mundësia me po Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj, ka thonë nëse s'mundesh me po, dhe s'mundemi me po pa dëshim, ke enneke të ra atër dije, fe innehu yarak, dije sa i të sheh, pra kjo është ashtë me adhuru Allahun këtë formë, që kjo është jesani. Islami, me kry detyrat, imani është për te jesaj. Imani tash është jo veç me i kry këtu, po dhe me besu që kjo namaz është më i mirë se gjumi, po dhe me besu se gjumoja është më e mirë se sa me nejtë në punë, po edhe me besu se me dhonë është më mirë se sa mos me dhonë, po edhe me besu se sadaka nuk ta zvaglan pasonin. Këto tash janë pjesë të imanit. E në atë pjesën e parë tash vëllezër ato janë shumë. I kryen namazin, i kryen haxhin, i kryen mirë, po ndoshta në aspektin imanor nuk jemi të përgatitur sa duhet dhe nuk i besojmë ndoshta fuqishëm ato që Allah subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an. Janë përmendura me laçet. Na besojnë që me laçet ekzistojnë. Por sikur ta kishim besu realisht ose fuqishëm ajetin kuran që secili për njerëzve i ka dy me laçe të cilat shkruajnë çdo vepër të njeriu të ndryshë kish më qenë sjellja jonë. Islami, imani, pastaj vjen ihsani. Pra do të thotë që ibadetin me kryen këtë formë të përkryer, sikurse me po Allahun, e kështu po thot profeti, këta s'ka mundësi mirë, po atëherë, fe innehu yarak, atër dije sa i të sheti. Na shë kur të falemi,
nashe kur të agjerojmë, nashe kur të lodhemi. Andaj njëri kur të lodhe për shembull në haxh, është lodhë në haxh, ai për cilin ke shku, ai po të sheh, qa ki nevojë ti mi thonë të tjere krijesave që s'ju intereson ajo. Valla me kum hiek, valla bërën ta po mëma, mos e thuj kështu, mos va ka sa Allahu të ka përzgjell, ai po të sheh. Po hiek mu qulem për sabah, ai po të sheh. Dhe për eshe ato që po flenë, fe innehu jerak. Dhe shumë lëzër, kjo hadith, dhe në nëvira të Allah, shumë djetarë, është hadith jashtë zakonisht madhështor. Këtë kjo hadith i Gjibrilit, por kjo pjesë a ihsanit është jashtë zakonisht e rëndësishme. Dhe është, ka në djetarë, është lubbul iman, është bërthama e imanit, është zemra e imanit. Ai që arrin qëto me realizu njëtën e ti, ajo është në kulminacion dinit. Me adhuru Allahun, si kurse me po, e që s'ke mundësi me po, me ditë sa i po në sheh. Gjitha levizet, është lëzën kohën e Omerit radiallahu anhu, dhe një atë rastin kur Omeri ka udheq, ka qenë sundimtarin muslimon, e emirul mu'minin, po ka udheq në njën e këti hadithi. E ka ditë që Allahu peshe. Andaj, jo që e ka kushtu ditën besimtarve, po dhe natën, nuk ka mujtë më rahatu Omeri si udhec si besimtarve, nuk ka mujtë më rahatu edhe pse u bo natë, me thonë hajse tash po flejnë edhe ata që s'kan i zënë gjumi. Edhe që kanë të lash i zënë gjumi, jo, Omeri s'ka vepru kështu, ka dal edhe natën dhe ka mo njërin për i shokëve ti, mos me qenë vetën, një hmaqarë të ti, e ka marrë në vetë, i ka thonë, hajde dalim natën këshyru, ma ka dikush, a ka nej halë. A ka nej halë, se aj që del natën, aj që ka dritën rrezun natën, ka nej brengë. Dhe po shëtitën, ose jo, po shëtitën, po levizin, po anën e për Medine, dhe po e shohin një vend, një shtëpi, dhe shtëpijet kanë qenë të tjeshtë do shumë zërbesimtarë. Edhe për kanë ndërtimi pa dëshim, s'ka pas izolim, s'ka pas të rëpa, do meq në zetë, mos më një astejnë ka s'ka kur gjohë. Omeri ka po një dritë dhe i zënë ato dhe është afru ka dale, edhe bejnin një besed interesante, mes një gruja dhe një vajze. Subhanallah, duke përgatitë, duke i mu shishat me qinë pazar. Nona e shkret. Qështu është në sonë doshë nëzër? Mashtrohet për pak. Për pak 99% ose 90% ose 99% është atë fitimit e ka kejt, modhin e ka halal. Shka me tjenë qështë e mush një frigorifer bira, po pse pe përzinë Allah, ose alkohol? Pse pe përzinë? Cili është fitimi breqa sajna? Pse pe përzinë? Njësën halalin me haram. Dhe tash krejt që ka të hohet e që o përzitash. Andaj, në unë e shkret, qështu më shtuat e nësoni? Pithot vojzës, ka pak, që të ka pak u i shishave. Se prej nënve i bojnë a 10, qështu, për shamu. 9 litra me kapak me ashtu bëhen 10 litra. Disa bja shkurtojnë kapak metrat. Pak. Ndoj përzin mollin. Ta qëtë. Aja që ka duket, masha Allah, dukat. Ko shkoj se shpije, qilë. Mashtrim. Ka adhuru Allahun këqysh, kurse me poja. Ka i ka mu shtas, e ka ditë që Allahu peshe, kër i ka preja të dru, posë një qëlloj hoqë, mos ja qëllosh, më shkall minus, për ata është e kërku me pak me dalë për të plusi. Kur të qitë në zhvagë, le pak me shkuka, me rënu, nështë të qaja të shpetën. Le sa dohë që ta, edhe në koft 1,5 m, sa dohë shkën, a pjesë e dinit, dhe jo me konë 5. Për shamë,
Andaj da shlëzë për i thëtë, nona se vojzës, që te ka pak, dhe këtu shumë tash në hen kjo adidhë punë, që te ka pak huj, tha i nonë, e për ka të njerë me këtë gjuhën e popullit, që është ku ne frikohen njerës, ma tepër, ku ne ruhen ma tepër. Tha i nonë, Omeri, Khalifja, ka bothirje në hydbe, ka që apel, që mos me e përzi, që më shtin me ujë, subhanallah, që subhanallah, sa është për kujdes Omeri, edhe për këta ka full. O, që më shtin, të na po joja për i përzin, subhanallah, mos e përzin, ka thonë Omeri, edhe për shtë qashtje temtat vogla, është për kujdes, mos e përzini, ka thonë, e që më shtin me ujë, e non, për thotë, oj bia ime Omeri, është lejt, nuk na shetash. Që ja bojnë njerës të shëllëzër. Gazda nuk përdin, shefi nuk përdin, pronari nuk përdin, aji që është blerë si nuk ta matë, edhe se matë. E merë që ashtë. Mirë po ka dikur që i din, e ka dikur që i registron, e ka dikur që i sheh, e ka dikur që kena me dalë para ti dhe kena me dhonë logari. Andaj i tha e bi, e bekua, a i nonë Omeri nuk na sheh, por Zoti Omerit na sheh. Që kjo është ihsan, dhe shumë që kjo është ihsane. Veprat me bo, duke llogarit se Allahu po të sheh. Kërë puna. Nuk ka nivel, kjo është kulmi i imanit. Me arrit njeriu në qëtë nivel të shëllëzër, që veprat e ti, jo veç ibadetin. Ibadet në bejthujnë ata shëllëzër, po nuk e kemë për shëllim veç namazin. Ibadet është çdo fjalë, çdo vepër e mirë që Allahu e dëm. Edhe puna, edhe respekti ndaj prindërve, ndaj gruas, ndaj fëmijëve, edhe krejt ato që Zoti dën ketën ibadet, edhe namazin pa dyshim, bile më në rëndësishmi. Pra me ky do shëllëzër veprat, sikurse Allahu pa na sheh. Dhe këto do shëllëzër kemi nevojë shumë kohë, nëse Omeri edhe subhanallahu shëllëzër, edhe këto merren një mesazh pe Omerit. Përveç për kujdesit që është dole, sa mujtë më në atu, se ka qenë përgjecës për metin. I tha ti shokut që ishte me të tha, vënoja një shej që sa i shpije. Se kjo vojzë, kjo ka e dalume, vënoja një shej. Po të da shumë dhe zërë, do një vendosë sheja familjeve të mira, për mirë pra. Familjeve të mira, familjeve të mirë, djemve të mirë, vajzave të mira, të edukuara, të moralshme, do një vendosë shej në aspektin që më mundu, më lidhë me ta, më bo mesh me ta, e kështë më radhë. Për ta Omeri, dhe të vendosë një shej që sërë. Sepse kjo është pasuri, me pasë në shpe, një vojzë t'il, një grua t'il që të thëtë, mos e përzi, halalin me haram. Kështu i ka thonë gruaja dhe njërit prej selefit, ose prej muslimanët tjetër. Sa shkon të transmetu, sa dilte me punu në sabah, o burri jam, ki frika Allahun, na muna me bo sabër, edhe mos fitosh shumë. Nëse nuk e hojna me mesh, e hojna pa mesh pasulin. Nëse hojna 3 herë, hojna 2 herë, pra muna me bo sabër. Por nuk muna me bo sabër zjarë në xhehenemi ditën e gjykimit. Qështu i thashte? Pra ki kujdes, mos na berë haram shpejt. Edhe nëse s'munesh me fitu shumë, po le tjetë halal. Te hojna shlirë që ato, sepse edhe nëse s'ngupëm sot duhet, te kalon, vallahu i kalon. Ja dim kë popull këtoja kërkush. është provu i kalu, këtë ato i ka te i kalu. Kushte ekstrem të vështira, mirë po i ka te i kalu dhe ka qëndru bollhapur. Po sot, kur e këna përzi halalën me haram, sot në kanë rogë, në kanë dojnë problemet. Sot në kanë dojnë problemet, nuk e kam të probleme në shoqëni, më vro familjarët me zvetje, më rej me zvetje, nuk e kam të kështu në qitë mos. Se në kam,
ka pas probleme gjithmonë. Ama që shto me ndëgju për ditë, vrove. U shkërërzue këto ku është hileti. Edhe nuk ka ibadet në shpesë sa duhet, edhe nuk ka Kur'an në shtëpi sa duhet mirë, po edhe faktori tjetër është edhe është përzi halali me haram. Ndaj Abu Bekri dashur vëllezër, prej ka thonë profeti sallallahu alajhi wasallam që Abu Bekrin imanin e tij me vendos njërin anë dhe umet njërin anë e Abu Bekria peshon më shumë, subhanallah. Abu Bekri nuk ka pranu asni miligram prej gjanave dyshim të madje me fut në barkun e tij, s'ka pranu. Dhe kjo grua për thot, kjo vajzë nuk në zvetën, ose përzi, Omeri nuk në sheh, po Allahu Zotë Omeri në sheh. E grua për thot burit vetë, në i bojna sabër, edhe nëse s'kina asë mund është me fitu shumë, me më napru shumë, bojna sabër. Duja është kjo kalën e vlasën. Por ka thonë së mujna me i bo sabër zjarë në gjenamit, atje kush në shpetan. Nëse e kena kishë përdurë dhe e kena përzi, halalin me haram. Do është të zërë kemi shumë nevoj për ihsanin. Kemi shumë nevoj mas pari për veti personalisht se cili. Me përmisu ibadetin. Nuk ka mundësi nëse njëri adhëron Allahun qështu me qëtë qysh ka thonë profeti sykur se aj po të she, s'ka mundësi edhe me pas qëtë ndjen edhe imam e flet në hytbe, aj fletet e bën muhabet, ose e këshirë Facebook, më s'ka mundësi. S'ka mundësi. Ose mos me përjetu namazin, me ardhë në fund, me dalë shpejt, të vrapu me hi, të vrapu me dalë. Haxhi. Kështu në tash ata shumicën, s'po them të gjithë. Ashta shumica nuk janë, por një pjesë madhe e atyre që bojnë tavafsat. Pjesë madhe. Dhe që për cilë, në që shtu shkuj. Të veqit vetën live. është e bën 1, 2, 3, që në i miku, në i shoku, në i familjari, në i eman edhe për veti, ja kujtën është. Por, ibadetin që nështë njët e bën njëherë. Njët nështë e bën njëherë. Ibadetin që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Haxhi mebrur është ai haxhi i krym me gjitha rregullat, mënyrën më të mirë. Që ky haxh ka thonë nuk ka tjetër shpërblim përveç xhenetit. E ti për çfarë ke shku? Për çfarë të luftu? Për me thonë tjerëve që edhe në bona haxhi, edhe në kryta, edhe në që ku jam e ju ku jeni, sa shko gjokja. Nuk është ku gjokja. Do shëllëzër kemi shumë nevoj për kërësana, kemi shumë nevoj për këtë ndjen, ose nën këto mësime i eduku edhe fëmijet edhe familjarët. Fëmijet do shëllëzër se kurse kjo vojës shka qimë. Allahu të shë. Allahu të shë. Baba në ashtë asë mënet me të përcilë që të konë, nona në ashtë nuk të qetë që të konë, edhe nuk të qetë që të konë. Buri nuk të qetë që të konë, nuk e din të nasenet. Su si, i ka 4 nëzonsa, 5 nëzonsa, o që i ka 1.000 gjemat i jotë. Allahu të shë. Në mujtë me u duku të shkëllëzër, fëmijet prej vëgjlis, u ambil, kjo nuk është frikë, kjo është edukat. Një të regu që Allahu po të shë, Allahu në shë, Allahu në ndëgjën, edhe kur të falemi, edhe kur të gjerojmë, edhe kur të përnojmë, po edhe kesh kur të përnojmë Allahu në shë.
Dhe besimtari do të me pas në hatër të ndëruar edhe këtë pjesë. Janë dy kushte dashur vëllezër pranimit të veprave. Kushti i parë për secilën vepër është el-ikhlas, është sinqeriteti që na lidhet me qëttim. Ka thonë edhe dietarëve. Subhanallah. Dhe kjo fjalë për hap në ditë është përdor edhe në gjuhën tonë në rrjetet sociale. Thuaj ju atyre që nuk janë sinqert, mos u lodhni pa dehova. Kjo është e rronë. Neve na duket fjalë mirë me qind status, por kjo ka kuptim të madh. Thuaj ju atyre që janë sinqert, mos u lodhni pa dehova. Pra dhe neve që vinë xhami, pas renditje, e qohëm sabah, e kështu. Nëse si jena sinqert, ky dietar po thotë mos e lodh hiç, rrebel e flej. Sinqeriteti. Ky është kushti i parë dashur vëllezër besimtar dhe shumë i rëndësishëm. Dhe mbi këto pastaj Allahu Azza wa Jalla i shpërblen njerëz. Andaj ka njëri dashur vëllezër që e kryen ose ka njerëz që e kryen jetën punë për shpërblimi mes tyre dallon ose shumë i madh. Këto e ka pasë sinceriteti, përkushtimi, dikush falë ta mën qysh e din. Mundohet me përjetu ose më falë, si kurse Allahu është duke po e din që Allahu të shë. Dhe kushti i dytë dashur vëllezër është që veprat me i kry qysh i ka kry ose la ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dy kushte. Sinceriteti dhe pasimi. Pa sinceritet nuk pranohen veprat. Por edhe pasimi është po ashtu me rëndësi. Dikur është e ka jetën e mirë. Po, filën vepra ose filën ibadetin që supozohet se nuk ka ibadet, se ka bo pejgamberi selam. Po ne kam njetë mire, po du me bo për bobën e po. Ai njeti është tjetër, më shumë e rëndësi, por pasimi është pastaj po është me rëndësi. Dy vepra dashur vëllezër, ihsan kemi nevojë shumë ose ka nevojë shumë sot muslimanët kohën e sotit. Që veprat me kry, jo që pa ditët, por veprat në përgjithësi, ihsan dhe më thonë me kry mënyrën më të mirë të mundshme. Edhe punë të shtëpisë, edhe detyrat, edhe studenti, edhe nxënësi, edhe i punëtori, pra ihsan është m'ia dhënë hakun punës. Ihsan është m'ia dhënë hakun punës. Ne si besimtar fatkeqësisht, një pjesë të madhe të punë i kryna shkele shka. Dhe fatkeqësisht tash morëm sempre të tjerëve. Qa po, që eshin ata tje. Ata e kanë këtë pjesë, e kanë rrezikonisht i rinë sa në gati, punojnë sa në të mirë. Edhe ti si besimtar, kur mesh diçka prej disa njerëzve që shteteve që janë e ky punë me nder që çdohet, zemra qetësohet. Prej muslimanit tutesh, jo se këtë mashtrat. Subhanallah. Çuditshme. Prej ati që ata të besoj Allahun, e tut në Allahut, orkoha mu tut, e prej ati tjetër ndoshta në disa gjama. Nëse të thotë që ashtu del. Ihsan dhe më thonë të shotësër me i adhon hakun punës mënyrën më të mirë, ma di Ali radiallahu ta'ala, ana ka thani fjallë të mërë në shëllëzër, njerëz vlejnë aqësa din me kry punë të mira. Qash. E ki zanat qatë punë, që ato e vlera jote. E ki zanat edhe një punë, ama zanat të mirë, me edhe në hakun, që ajo e vlera jote. Halo e kështu me radhë. Allahu Azza wa Jalla në bofër atyre cilët adhurojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Në këtë mënyrë të adhurimit,
pra muhsinin, Allah na bëj prej muhsininëve, që e besojmë Allahun në këto detyrat e tij, mirë po dhe i kryjmë në këtë mënyrë më të mirë që Allahu Azza wa Jalla e ka kërkuar. Zoti ju nderoftë, ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.